Deri në 3 orë pritje në pikat kufitare kroate me Serbinë dhe Bosnjën e Hercegovinën për arsye se ka filluar zbatimi i plotë i sistemit të ri evropian të hyrje-daljeve. Për shkak të kontrolleve të reja dhe më të detajuara në të gjitha hyrjet dhe daljet nga zona Schengen, njerëzit presin me orë të tëra për të hyrë në Kroaci. Sidomos kritikesh në pikën kufitare Batrovci-Bajakovo me Serbinë, ku vlerësohet se pritja për të hyrë në Kroaci mund të jetë deri në 3 orë. Kjo situatë është rezultati i kombinimit të fundjavës së festave dhe fillimit të zbatimit të sistemit të ri të kontrollit kufitar. Pasagerët që hyjnë në Bashkimin Evropian do të duhet të japin gjurmë të gishtrinë dhe të bëjnë një foto pas mbritjes në zonën Schengen. Është një sistem i automatizuar informacioni që regjistron të gjitha të dhënat personale, të dhënat e dokumentacioneve të udhëtimit, të dhënat biometrike si dhe datën dhe vendin e hyrjes dhe daljes. Sistemi gjithashtu regjistron refuzimet e hyrjes dhe përdoret në 29 vende evropiane për të rritur sigurinë dhe për të monitoruar më mirë te i kalimet e lejeve të qëndrimit.